Vëllezër të ndershëm, neja e natës është prej humbjes së kohës, ku njeriu ka mu vetë për kohën e vetë, për frimarjet e veta, ku e ka çu ai Allah të ndershëm. Hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, që na transmeton nga Ebi Barzat al-Islamiu radhiyallahu anhu, thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka tregu dhe ka thonë që nuk do të lëvizë kama e robit, birit të Ademit në dytën e Kiametit, para se të vetet ai për jetën e vetë ku e ka çu. Ku e quove natën tënde? A në filma? A në seriale? A duke bisedu me njerëzit? A duke bo gibet? A duke hongër mishin e vlezrive tuj? A duke shpërnda lajme të rrenjshme? Ku e quove jetën tënde? Ku harxove sekonda tuj? Ku i quove frimarje tuja? Ku i ke ato? Do të vese për jetën tënde, ku i quove? Apo për diturin tënde, çka bone? Me akuzu të tjertë? Me uqit shpifje të tjerve? Me shpif në dinin Allah subhanahu wa ta'ala? Dhe thot do të vese Allah subhanahu wa ta'ala nuk guxon të luje koma, pasra se me dhonë logari jetën ku e qove, me diturin tënde çka veprove, pasurin tënde ku e more dhe ku harxove, dhe rinin tënde ku e qove, apo trupin tanë ku e shkatrove. Kjo është do të vetët çdo njoni prej nesh, vëllezër të ndershëm. Pastaj këto janë që nëse ti në adhurim të Allahut, në sendet që të lejohen, do të vetësh, çka do të thotë nëse janë në mëkate dhe në gjunahe dhe në harame? Si do t'jete llogaria jote, apo përgjigjet tuaja nëse janë gjuna dhe në haram e ke harxhu kohën tënde dhe jetën tënde?